Republika e Kosovës do jetë ndër 18 vendet njëkohësore të ushtrimit më të madh ushtarak që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku marrin pjesë 25.000 ushtar nga 29 vende të NATO-s. Krejt kjo do të ndodhë në kuadër të ushtrimit Defender Europe 2025, që do të mbahet nga 26 maj deri më 6 qershor. Hollësiti shpalos ministrin në detyrë mbrojtës e Jug Maqedonci. Malet e babait të Bokës do të ushtrohen sërish nga ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Krejt trupave të ushtrisë së Republikës do të jenë dhe pjesëtarë të ushtrive të Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut. Vendi ynë, duke qenë edhe vend njëkohësor i këtij ushtrimi, por edhe pjesëmarrës me rreth 1000 trupa me lokacione të ndryshme në regionin e Ballkanit Perëndimor, veçohet për faktin se këtë vit Kosova është përzgjedhur nga ushtria e SBA-s si vendi ku do të vendoset komanda e divizionit të 28 të këmbësorisë së ushtrisë amerikane, ka thënë ai. Maqedonci tha se vendosja e këtij divizioni të ushtrisë së SBA-s në aeroportin e Gjakovës është një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën dhe tregon për profesionalizmin e ushtrisë së Republikës. Ky divizion që do të vendoset në aeroportin e Gjakovës, tani pronë e FSK-s, do të drejtojë të gjitha operacionet dhe ushtrimet që do të zhvillohen në Ballkan, përfshirë ato në Kroaci, Shqipëri, Maqedoni dhe Bullgari, tha Maqedonci. Sipas Maqedoncit, gjatë këtyre ushtrimeve, FSK-ja do të zhvillojë operacione sulmuese, operacione mbrojtëse dhe operacione stabiliteti. Ai flet për nënshkrimin e një marrëveshje kornizë në fushën e mbrojtjes, që pritet të ndodhë në qershor nëpërmjet Kosovës dhe SBA-s për periudhën 2025-2030. Kjo marrëveshje lidhet me ndërvepreshmërinë mes ushtrisë tonë dhe SBA-s, por edhe me industrinë e mbrojtjes, ku përmes kësaj marrëveshje do të hapi mundësinë për bashkëinvestime dhe punë të përbashkëta në SBA në fushën e industrisë së mbrojtjes.